si të instaloni një SUS junior. Është shumë e lehtë, janë vetëm 7 hapa. Së pari duhet të jenë 2 persona, sepse nëse e bën vetëm njëri mund të na bjerë në kokë dhe kjo është një problem i madh. Së dyti, SUS-ta junior gjithmonë duhet të vendoset me tuti ndala, sepse SUS-tat tona përmbajnë azot dhe vaj. Pra, kur SUS-ta mbyllet ai vaj mbetet poshtë nga graviteti, lubrifikon vulën dhe kur hapet të jep një efekt frenimi të ngre derë. Nëse ne e vendosim përmbys, çfarë ndodh? Që vula, vaj mbetet poshtë, vula thahet dhe dera përplaset fort lart. Prandaj gjithmonë duhet të jetë me postin poshtë dhe tubin lart. Dhe ne, në të gjitha SUS-tat junior, kemi një etiket që tregon se gjithmonë duhet të jep nga lart. Gjëja e drejtë që duhet të bëhet, të çmontojmë atë që është aktualist. Për këtë, si do ta bëjmë? Usin një kaçavit të vogël të shes në të çarën që ka SUS-ta në fiksimin e saj, i japi një goditje të vogël dhe ajo del lehtësisht, ndërkohë që tjetri mban terën. Hapi i kapër, marrin një SUS junior, e nxjerrin nga kutia, e cila ka një copë të vogël vetbro për të verifikuar nëse është ajo gjatësia që duhet. Duhet të shikon videon e junior ku të shpjegohet saktësisht se si ta shndërrosh atë SUS gjenerike në një të veçantë, duke i shtuar fiksimet përkatëse. Hapi i 5 do të ishte, duke futur një kaçavit në fiksimin e boshtit, fillojmë ta rrotullojmë djathtas derisa të përshtatet që të përputen me fiksimet e makinës, pra fiksimi i SUS-tës me fiksimet e makinës. Dhe pastaj hapi i 6 do të ishte t'i japësh një goditje të lehtë derisa të burgjos klikimi dhe instalos SUS-tën në makinë dhe hapi i 7 do të ishte këmburës bagazhin, ta hapësh e të kontrollosh që derat e ngrihet vetësisht. Dhe me kaq kemi instaluar një SUS pneumatike junior.